Disa javë më parë, në Shqipëri u zhvilluan zgjedhjet e përgjithshme. Po e themi që në filles se nuk do të merremi me to. Sa kohë janë analizuar e po analizohen mjaftueshëm në studiot e emisioneve politike. Por duhet ta nisim nga kjo pikë për të kuptuar një histori të vjetër që i ka fillesat rreth 100 vjet më parë. Zgjedhjet, përplasjet, akuzat dy e më shumë palshe për manipulime. Ngjason si debati i përhershëm i këtyre 3 dekadave. Por, a është vërtet kështu? Ky dokumentar dëshmon të dhëna vërtet mjaft interesante. Mbi të gjitha, tregon një sëmundje të vjetër që e shoqëron Shqipërinë prej një kohe të gjatë. Për çfarë bëhet fjalë? Do të kthehemi në kohë, në Kongresin e Lushnjës në vitin 1920, për të kaluar më pas të gjitha etapat, hapasapi. Kongresi i Lushnjës i nisi punimet në 21 janar 1920. Ngritja e Këshillit të Lartë është një ndër vendimet e para, pasuar nga krijimi i qeverisë shqiptare, e mëtej Senatit apo Parlamentit, siç e njohim sot. Edhe pse ky i fundit nuk u zgjodh aso kohe me votë popullore. Po t'i referohemi vendimeve të Kongresit të Lushnjës, u zgjodhën 37 senator që ishin deputet, dhe ky numër i këtyre doli jo me zgjedhje të lira nga populli, po nga përfaqësuesit që morën pjesë në Kongresin e Lushnjës, zgjodhën këta 37 përfaqësues që do të merrnin, do të kryenin detyrat e deputetit në Parlamentin e parë shqiptar. Ne mund të themi që dhe këto 100 vjet neve akoma e zbatojmë dhe shikojmë që kur hapet seanca e parë parlamentare e një legjislature, vendoset deputeti më i vjetër në moshë. Dhe pikërisht në Këshillin Kombëtar, hapjen e punimeve të Këshillit Kombëtar e bëri deputeti më i vjetër, që ishte Mytësim Këlliçi. Prej vitit 1912, në Kuvendin Kombëtar të Vlorës, ishte ngritur një strukturë, e cila u quajt pleqësi. Ajo kryente funksionet e një organi këshillues, por edhe që kontrollonte funksionet e qeverisë së drejtuar nga Ismail Qemali. Pavarësisht se u mblodh, ky organizim nuk mundi të marrë funksionet e një parlamenti të vërtet. Kjo ndodhi me Kongresin e Lushnjës, kur Senati apo Këshilli Kombëtar, siç u quajt pas mbledhjes së dytë, theksohet si fillimi i parlamentarizmit në Shqipëri. Për momentin dihesh që situata tejet e vështirë, kushtet historike, zhvillimet, problemet sepse akoma liria, pavarësia, akoma nuk ishin të sigurta në të tërë territorin e vendit, shtërroheshin detyra mjaft të mëdha para Këshillit Kombëtar, para Parlamentit. Dhe detyrat primare kryesore ishte çështja e ruajtjes së sovranitetit dhe tërësisë territoriale. Kongresi i Lushnjës dhe lufta e Vlorës i dhanë një goditje lobit pro-italian që dominonte në qeverinë e Durrësit dhe të krijuar në dhjetorin e 18-s dhe njëkohësisht krijuan mundësinë me largimin e italianëve nga Vlora të prisnin edhe aktivitetin e fqinjve tanë verior dhe jugor për të marrë diçka në viset shqiptare. Nga janari i 1920-s dhe deri në fund të këtij viti, kjo qeveri me shumë mund do të shkojë përpara, po themi të parat reforma për ngritjen e shtyllave këtij shteti të ri, kaq shumë të dëshiruar, por që kishte mangësi të pafundme. Ky parlament, i cili e mbështeti funksionimin e tij në një rregullore me 72 nene, çështje parsore, kishte garantimin e sovranitetit territorial të vendit. Por në të njëjtën kohë, nuk munguan vendimet e forta. Qeveria e Durrësit u nxorri jashtë ligjit dhe gjithçka kaloi me fuqi të plot
tek qeveria e dalë nga Kongresi i Lushnjës. Mjaft iniciativa ligjore u përshtatën nga modelet europiane, duke i dhënë këtij organizimi një frymë moderne për kohën. Do thot dikush, a u mor parlamenti me problemet ekonomike, sociale, sigurisht që si gjithë parlamentet e tjerë funksionoi me problemet ekonomike u mor me problemin e taksave, të doganave, të ligjit të buxhetit, që imagjino pavarësisht se arriti të miratonte diçka fillestare dhe për problemin e buxhetit me gjithë kohën shumë të shkurtër dhe vështirësitë ekonomike mjaft të mëdha që kishte shteti shqiptar në këtë kohë. Por gjërat e mira nuk zgjasin gjatë, aq më tepër kur flitet për politikën shqiptare. Në filles, bashkëpunimi është i frytshëm, por kjo vjon vetëm disa muaj. Gjithçka ndryshon në vjesht dimrin e vitit 1920, kur u krijuan grupet politike. U grupuan elita politike kryesisht në dy grupime, sepse parti në kuptimin e sotëm të fjalës nuk mund thuhet se ishin, sepse duhet kishin një program shumë të qartë, e tjera, dihen se janë partit e formatuara në mënyrën e sotme. Ishte grupimi apo partia popullore, ishte dhe ajo përparimtare. Grupimi i parë, ai i Partisë Popullore, përfshin edhe Fanolin, edhe Ahmet Zogun, e bashkë me ta edhe shumë emra të tjerë të njohur. Balltyre janë përparimtarët, një tjetër grupim që e mbante këtë emër dhe ku përbërja është mjaft e përzier, duke përfshirë nga çifligarët e mëdhenj, tek anëtarët e Komitetit Mbrojtja Kombëtare e Kosovës e kështu me radhë. Situatat dhe përplasjet lindën aq shpejt sa kabineti Sulejman Delvinës së ra. Por, cila ishte arsyeja? Dhe pikërisht për efekt të acarimit të këtyre problemeve të brendshme dhe të një krize që kishte filluar në këtë kohë, arriti që një grup deputetësh prej 18 vetash, që edhe firmosën, nuk u shprehen kundër, nuk arritën, parlamenti nuk u mblodh dhe u quajt i shpërndar. Dhe në këtë kohë pasaj funksionoi, u zgjodh si kryeministër Ilyas Vrioni, që vazhdoi pasaj dhe kjo qeveri e Ilyas Vrionit miratoi edhe nxorri dhe vendimin për krijimin dhe të rregullorës së parë të zgjedhjeve elektorale që u bën në Shqipëri. Ishte megjithmonë një luftë shumë e ashpër politike, jo vetëm në sallën e parlamentit apo të Këshillit të Ministrave, por ishte edhe në shtypin e kohës, është edhe në jetën e përditshme, që të thoja edhe në kafenet e Tiranës, që fillojnë të lulëzojnë që në atë kohë, për atë çka do t'ishte orientimi i vendit. Pra lënia e mandatit nga 18 anëtar të Këshillit Kombëtar detyroi kryeministrin Sulejman Delvina të dorëhiqet dhe rrjedhimisht kabineti i tij ra. Ai pasues i Ilyas Vrionit u ngarkua me detyrën të përgatiste zgjedhjet e para në Shqipëri, por që këtu problemet u shtuan. Fillimisht u premtua se ligji elektoral do të miratohej në Këshillin Kombëtar, pra me konsensus të gjerë. Në fakt, shtu nuk ndodhi. Në 2 dhjetor, ai u shpërnda, ndërsa 3 ditë më pas, Ministria e Brendshme miraton ligjin për zgjedhjet e reja. Duket si një histori e përsëritur, e në fakt, e tillë është. Një ligj zgjedhor të mirëfillt për zgjedhjen e deputetëve ne e kemi në vitin 1920, i cili si ligj i parë kishte disa mangësi. Megjithatë, element të zgjedhjeve janë parashikuar edhe në ligjet e mëparshme, që në ligjet e para të qeverisë së Vlorës, fjala vjen në kanunin e përtashëm të administratës civile, ne kemi të parashikuara zgjedhjet për organet vendore. Por, ligj të mirëfillt mund konsiderojmë atë të vitit 1920, i cili sidoqoftë është kritikuar për mangësi të mëdha, dhe konstitucionalistët e kohës e kanë vlerësuar si një ligj të shkruar keq.
Zgjedhjet e para në Shqipëri u zhvilluan në marsin e vitit 1921. Parlamenti kishte 78 deputet dhe ajo që mund të thuhet me siguri është se niveli tyre është padyshim shumë më i lartë se i të sotëve. Kjo është pjesa e dukshme, por çfarë qëndron pas saj? Fushata elektorale, si thash, të dy palët përshpiqeshin duke luajtur me pozicionin krahinor, fetar të popullsisë, me influencat e caktuara që kish njëri apo tjetri, si që quhet sot me atë blerjen e votës apo imponimin e votës. Sipas të dhënave, situata në të gjithë vendin në këto zgjedhje të para ishte acaruar. Sefi Vllamasi, një ndër personalitetet më të njohura të kohës, e vëtheksin tek përçarja që u ndikua tek votuesit. Elementët turkoman nxitën mos marrjen pjesë në proces, ndërsa në zonat të tjera ju fry propagandës e ndarjes krahinore, në bazë të së cilës qëndronte teoria se gegët dhe toskët nuk mund të bashkëpunonin me njëri tjetrin. Në 70 e sa deputet, kryesisht ishte grupi popullor që kishte një avantazh shumë të vogël, po që praktikisht edhe ai nuk krijonte dot qeveri. Në këtë mënyrë, meqense të dy grupet ishin shumë afër njëri tjetrit, atëherë qeveria e dytë e Vrionit kishte një përbërje, të themi, më përfshirëse, duke marrë dhe elemente nga pala tjetër. Në vitin 1921, në parlament fituan të drejtën e përfaqësimit figura si Fanoli, Atë Gjershfishta, Ahmet Zogu, Dom Dremjeda, Luish Gurakuqi, Hasan Prishtina e Ali Këlcyra, Mustafa Kruja e Pandeli Evangjeli, Suleman Delvina e kështu me radhë. Mjafton kaq për ta mbyllur kapitullin, sepse këta emra dëshmojnë një nivel të lartë përfaqësimi. E megjithatë, kjo nuk do të thotë se problemet munguan. Përkundrazi, problemet e shumta në zgjedhje u pasqyruan dukshëm në qeverisjen e vendit. Viti 1921 shënon rekord në historinë shqiptare për kryeministrat që pasonin në një kohë të shkurtër njëri tjetrin. Kryeministri Ilias Vrioni u pasua nga Pandeli Evangjeli. Ky qëndroi në krye si kryeministër vetëm disa javë. Por nuk përfundon këtu. Qazim Koculi është kryeministri i radhës. Ai e mbajti këtë pozicion vetëm për disa orë, në 6 dhjetor 1921. Pas Koculit vjen Hasan Prishtina, por edhe për të, fati nuk është më i mirë. Nga 7 deri në 12 dhjetor, vetëm 5 ditë qëndroi në krye. U ndoq nga Idomene Kosturi, që drejtoi si kryeministër një kabinet 12 ditor. Në prag të Krishtlindjeve, në 24 dhjetor 1921, u krijua një tjetër qeveri. Këtë herë e drejton Xhafer Rypi. Ky është i vetmi që qëndron si kryeministër për një vit të plot. Kjo është një periudhë destabiliteti të përgjithshëm, në një moment që fillimisht është i favorshëm për Shqipërinë në arenën ndërkombëtare, por që me sa duket brenda vendit dhe me ngacmime nga jashtë, shpërtheu në atë konflikt deri me armë që do të jetë jo i vetmi, jo i fundit, që do të ketë mbas 2-3 vjetësh edhe njëherë një agravim të kësaj natyre. Qeveria e fundit, ajo 1 vjeçare e Xhafer Rypit, përfshin në 2 pozicione kyç, Fanolin, ministër i punëve të jashtme, dhe Ahmet Zogun, ministër i punëve të brendshme. Megjithatë, konflikti mes palëve mbetet aq i ashpër, sa në vitin 1922 u organizua një lëvizje e armatosur antiqeveritare. Në këtë lëvizje marrin pjesë veç Hasan Prishtinës, Baram Currit, Mustafa Krujës e të tjerëve,
edhe Elezi Sufi. Madje janë pikërisht forcat e drejtuara prej tij, të cilat hynë deri në Tiranë. Ashtu siç ndodh thuajse gjithmonë, edhe sot, për të qetësuar palët në marsin e vitit 1922, u desh ndërhyrja e ndërkombëtarëve. Në atë kohë e diplomatit britanik, Ayres. Është pikërisht ky i fundit, diplomati britanik Ayres, që uli përballë në bisedime Elezi Sufin dhe Ahmet Zogun, asë kohë ministri i brendshëm. Pas një bisede të shkurtër, Priesi Dibran apo generali Meshajak, siç njihet ndryshe, ritheksoi vendosmërinë e tij për të mos i dorëzuar armët, çka u pranua nga Ahmet Zogu. Sipas dokumentave, të dy i dhanë dorën njëri tjetrit, por përplasja mes grupimeve të ndryshme në Shqipëri është vetëm në fillimet e saj. Ngjarjet e marsit nuk patën sukses. Ahmet Zogu arriti ta stabilizojë situatën në Tiranë. Sigurisht ata që u kundërvënin i nxori jashtë ligjit, përfshi dhe Hasan Prishtinën. Është vërtet një periudhë jashtëzakonisht e vështirë për nga pozicionimi i njerëzve, mirëpo me këtë moment në një farë mënyre shkërmoqen edhe të dy partitë, si i kemi quajtur, apo grupimet politike, popullori dhe ai demokrati. Ndarja bëhet e qartë. Fanoli dhe Ahmet Zogu vendose në kahe të kundërt. Pronarët e mëdhenj, gjithnjë më shumë i afrohen këtij të fundit, duke ndjerë aromën e pushtetit. Në dhjetorin e vitit 1922, çarja bëhet përfundimtare, kur vetë Ahmet Zogu merr pozicionin e kryeministrit dhe atë të ministrit të brendshëm, pra njeriu të fuqiplot, i cili do të përgatiste edhe ligjin e më pas zgjedhjet e vitit 1923. Ligji i vitit 1920 shkaktoi përplasje të forta në politikën shqiptare, por asgjë nuk ndryshoi as në vitin 1923. Opozita parashtroi kërkesa sipas saj thelbësore, që do të siguronin zgjedhje të lira e të ndershme. Por as ato nuk u morën parasysh. Mund të themi që kërkesat kryesore kishin të bënin me parimet e votimit, pasi kërkoi votimi përgjithshëm, sidoqoftë ai mbetej në suazën e votimit të përgjithshëm mashkullor, pasi një votim për gratë, edhe pse ishte paramenduar dukej si i parealizueshëm për kohën, kërkoi gjithashtu edhe përmirësimin e mekanizmave të votimit me qëllim që të realizohej plotësisht votimi i fshet, parimi i votimit të fshet. Procesi i votimit në atë kohë kalon në dy faza. Fillimisht janë zgjedhësit e parë, të cilët vendosin përfaqësuesit e tyre, dhe këta të fundit votojnë për deputetët. Opozita e drejtuar nga Fanoli, mes disa kërkesave, ka edhe një të tillë thelbësore, të cilën ata kërkuan ta përfshinë në projekt ligjin e përgatitur për zgjedhjet nga qeveria e Ahmet Zogut. Cila është kjo pikë, që sipas opozitës do të siguronte garë të drejtë dhe të vërtetë? Kështu për shembull, një nga kërkesat e opozitës ishte që votimi i qytetarëve të mos kryej nëpërmjet biletave të shkruara, por të kryej nëpërmjet saçmave ose goglave, pasi sipas statistikave të kohës, mbi 90% e popullsisë së kohës ishte analfabete. Kërkesat të tjera u parashtruan në lidhje me mosndërhyrjen e qeverisë dhe madje u kërkua një qeveri neutrale që të drejtonte vetëm zgjedhjet, si dhe përjashtimi i ushtrisë nga pjesëmarrja në zgjedhje. Në bisedimin në parim që rodhi mbi këto dy projekte, as qeveria, as pjesëtarët e shumicës nuk qenë të zotët të shfaqin asnjë argument kundër parimeve liridashëse të opozitës. Në mbledhjen e sotme, Gishti shtypës nisi të rrëzoj pikat garantuese të lirisë,
Të e nisën nga sistema e saqme vetë, kështu që 28 mis të opozitës e shtrënguan të bëjnë obstruksion. Pra në një realitet të tillë, kur masa dërmuese e popullsisë në 1923 ishte analfabete, votuesi duhet të lexonte dhe plotësonte fletën e votimit. Natyrshëm kjo është e pamundur dhe linte hapësira të qarta për manipulimin e zgjedhjeve, siç u shpreh Fanoli në fjalimet e tij. Dhe jo vetëm ai, sepse edhe një konstitucionalist i njohur, opozitar, si Stavro Vinjau, e ritheksoi hapur qëndrimin e tij. Atje, ku të shkruaj ndin një paketë fare e vogël, kur impozon njeriu votimin me shkrim, është një ironi të flas për votim të fshetë. Megjithatë, qeveria nuk mori parasysh këto kërkesa dhe në 29 shtator, një ditë përpara miratimit të këtij projekt ligji, opozita e rriti presionin e saj, kërcënoi me obstruksion, por në 30 shtator qeveria e kaloi këtë projekt ligj. Dhe për hir të së vërtetës, opozita më tej pranoi të futej në zgjedhje dhe në dhjetor të vitit 1923 kemi zgjedhjet për misët e Kuvendit Kushtetues mbi bazën e këtij ligji. Gjatë zgjedhjeve u evidentuan mjaft probleme, por opozita ja hodhi fajin gjithë opozitës qeverisë për deformim, për manipulim në dokumentet zgjedhore, për herë të parë u përdor paraja për blerjen e votave, u përdor dhuna ndaj kundërshtarëve politik. U vran dy përfaqësues të opozitës, njërin Peqin dhe tjetrin Kavaj. Ishin pozicionuar kundër zogut. Pas të gjithë debati, duhen analizuar disa nga rezultatet që prodhuan zgjedhjet e vitit 1923. Përmes tyre, kuptojmë gjithçka, por jo vetëm kaq. Ato shërbejnë si një bazë krahasimore edhe me të sotmen. Por, vjoj më tej, vetëm pas pak. Zgjedhjet e vitit 1923 dhanë rezultate interesante, por një prej tyre, sipas historianëve, mbetet më tipiku për të dëshmuar mënyrën e organizimit të gjithë procesit. Avni Rustemi, djaloshi nga Libohova, i cili vetëm 3 vjet më parë kishte ekzekutuar Esat Pash Toptanin, humbi në prefekturën e Gjirokastrës, por ai u bë deputet në krahun tjetër të vendit, në prefekturën e Kosovës, sepse votat e tij u mbrojtën nga Beram Curri, Hoxh Kadri Prishtina dhe i gjithë Komiteti për Mbrojtjen Kombëtare të Kosovës. E përmendëm dhe pak përpara që është fjala për veprime mbi bazë tarafesh, mbi manipulim votash e tjera me radhë. Sigurisht në zonën e Gjirokastrës ishin të tjerë që kishin pozita dominuse, si që ishte Mefit Libohova e tjerë me radhë, kështu që opozita, ku bënde pjesë dhe Avni Rustemi, shikonte ku i kishte bastionet e veta. Në krye të Partisë Popullore, Ahmet Zogu fiton zgjedhjet, por shumicën e krijon vetëm përmes një koalicioni me një listë të pavarur e cila drejtohej nga Ilias Vrioni. Asgjë nuk u përmirësua më tej. Përkundrazi, e gjithë situata e mbartur nga vitet e mëparshme, debatet, akuzat, përplasjet, shpërthyen tashmë në formën më ekstreme në vitin 1924. Në 23 shkurt të vitit 1924,
Ahmet Zogu plagos nga 17 vjeçari Beqir Valteri. Atentati ndodh teksa kryeministri i kohës po ngjiste shkallët e godinës së parlamentit, ndërsa realizuesi i aktit qelloi mbi të 3 herë. Beqir Valteri identifikohet si njeri i afërt me figurat më të rëndësishme të opozitës dhe vinte nga një familje e njohur, gjithashtu nga zona e Matit. Akti shkaktoi zhurmë edhe në gazetat e mëdha europiane. Hetuesit e lidhen atentatin me opozitën, por Beqir Valteri, kohë më pas, hodhi poshtë pohimet e bëra në hetuesi, të cilat sipas tij ishin rezultat i torturave. Ahmet Zogu mbijetoi, ndërsa ngjarja i dha udhë një konflikti, i cili nga debatet parlamentare degeneroi në përplasje me armë. Tashmë përballja ka kaluar në një tjetër nivel. Në 23 shkurt 1924, Ahmet Zogu mbeti i plagosur si pasojë e atentatit të bërë në parlament nga Beqir Valteri. Është vetëm piknisja, sepse rreth 2 muaj më pas, në 20 prill, i bëhet atentat në Tiranë, Avni Rustemit. Pas 2 ditësh, plagët i shkaktojnë vdekjen. Në pak javë nga ky akt, situata shkon në një pikë pa kthim. Braktisi parlamenti me opozita dhe u përqendrua në Vlorë, ku organizoi ceremoninë martore të Avni Rustemit dhe nuk pranoi të kthehej më në parlament. Me gjithë ofertat ose kompromiset që i ofroi qeveria Verlaci, ajo nguli këmbë, nuk pranoi të vinte në Tiranë pasi e shihte veten të kërcënuar, i vuri si kusht të gjindeshin vrasjet e Avni Rustemit dhe të vijeshin përpara gjyqit dhe kërkoi që asamblea të vazhdonte punimet në Vlorë. Të dyja palët qëndruan fort në pozicionet e tyre. Qeveria nuk u tërhoq, e po kështu opozita. Në 16 maj, nën kolonel Recep Shala, komandanti garnizonit të Shkodrës, ngriti krye, e pas tij edhe ai i Përmetit, Kasem Qavzezi, duke u shpallur kundër qeverisë. Por ky është sërish vetëm fillimi. Grupimi Bajramcurit, po në këtë kohë, bile në datën 24 është ai që lëviz drejt Tiranës dhe që quhet momenti i fillimit të kryengritjes apo të këtij veprimi ushtarak që është quajtur edhe revolucion, e kanë quajtur me emra të ndryshëm, gjithsesi për shkak të veprimit ushtarak të këtyre grupimeve të armatosura, zona e Tepelenës, zona e Kurveleshit lëvizi, plus forcat që ishin mbledhur në Vlorë lëvizën drejt Tiranës, dhe qeveria nuk qenë gjendje ta mbante detyrën e vet, të vazhdonte detyrën e vet. Ahmet Zogu u tërhoq drejt kufirit jugoslav. Pse zgjodhi Jugosllavinë? Pse nuk shkoj edhe ky, domethënë me qeverinë, siç shkoi për një pjesë e qeverisë që shkoi në Itali dhe një pjesë shkoi në Greqi. Me sa duket, domethënë, ai e pa Jugosllavinë si më të favorshëm, si një shtet më të favorshëm për organizimin e të gjithë, si thosh, përgatitjeve për të rikthyer në pushtet. Sigurisht kjo mbështetje lidhet me marrëdhënien konfliktuale që Ahmet Zogu krijoi me Komitetin Mbrojtja Kombëtare e Kosovës. Si ndërmjetës i fortë, padyshim shërbeu edhe Ceno Bekryeziu, kunati i tij dhe armiku kryesor i drejt për drejt i Bajramcurit. Në Beograd, jo vetëm Zogu pati, domethënë kishte interesat e tij, por edhe Beogradi e pa Zogun si një figurë që duhet ta shfrytëzonte në të ardhmen dhe për të përquar, ose thosh për të përquar politikën e saj në Shqipëri. Aq më tepër kur ishin konfliktet e hapura midis Italisë dhe Jugosllavisë për çështjen e Adriatikut. Ahmet Zogu mori mbështetje nga Jugosllavia. Nga krau tjetër, edhe britanikët ofruan ndihmën e tyre në këmbim të dhënies së një koncesioni ekonomik pas rikthimit të tij në pushtet. Ndërmjetësit sollën sipas dokumentave
edhe dakorsinë e Athinës zyrtare, e në fund të italianëve. Në të njëjtën kohë në Shqipëri, që prej 16 qershorit, kryeministër është bërë Fanoli. Përpjekjet e Nolit për të siguruar një hua financiare nuk u bën të mundura, pa të cilën zhvillimi ekonomik i vendit ishte i pamundur. Noli nuk arriti të bënte zgjedhjet parlamentare dhe nuk arriti të njihej si qeveri në arenën ndërkombëtare, jo vetëm nga fqinjet, por edhe nga fuqitë e mëdha. Pikërisht këta element bën të pamundur zbatimin nga ana e Nolit të programit të tij qeverisës, siç ishte mbi të gjitha reforma e premtuar agrare, por jo vetëm. Pati edhe nga brenda radhëve mjaft kundërshtar, të cilët nuk i përkrahën idetë e tij, madje i kundërshtuan hapur. Në këtë situatë shumë të vështirë, mbas kthimit të Nolit nga lidhja e kombeve, kur ati nuk i mbeti asgjë tjetër, ai u detyrua që të shpallte zgjedhjet. Zgjedhjet do bëhesh në dhjetor. Mirë po, zhvillimi i zgjedhjeve dhe legjitimimi i qeverisë do të thoshte për Zogun që nuk mund, domethënë do t'i priste rrugën rikthimit të Zogut në Tiranë. Në nënshkruar midis Zogut dhe Pashiqit nuk është gjetur një marrëveshje midis tyre, sigurisht një akord është bërë dhe lëvizja e gjërave, avancimi, ofensiva e Zogut drejt Shqipërisë ndodh në dhjetorin e vitit 24, kur Pashiqi është rikthyer në pushtet. Pra partia e tij ka marrë pushtetin. Janë në lëvizjet natyrave të ndryshme që sot e kësaj dite i shikojmë, lobet që krijohen, forcat politike që ulen dhe ngrihen në pushtet në njërin apo tjetrin nga vendet e fuqive të mëdha e kështu me radhë. Në dhjetor Ahmet Zogu, mbështetur nga bjellogardistët rus, nis rikthimin në Shqipëri për të marrë pushtetin. Viktima e parë pas luftimeve të forta është Elezi Sufi, njeriu që për një kohë të gjatë ishte kthyer në pengesën e pakalueshme të ushtrive serbe. Të njëjtin fat, disa muaj më pas ka edhe Bajram Curri. Në 1925 ekzekutohet në një atentat në Bari edhe Luish Gorakuqi, ndërsa në 1933 në Selanik vritet Hasan Prishtina. 24 dhjetor, Zogu hyn brenda kufirit të territorit shqiptar dhe i drejtohet Tiranës. Në këtë kohë, qeveria e Nolit largohet për në Vlorë. Nga Vlora, ajo largohet në Brindisi dhe Zogu u rikthye në pushtet. Me rikthimin e tij, Ahmet Zogu ringriti institucionet e dala nga Asambleja Kushtetuese e vitit 1923. Nga 103 deputet, në seancë morën pjesë vetëm 63, pasi pjesa tjetër ishin larguar nga vendi. Vetëm me këto vota, Kuvendi i kohës shpalli Shqipërinë në Republikë dhe Ahmet Zogun, president të saj. Në 16 mars 1925, ai dekretoi zgjedhjet e reja parlamentare, pa opozitë. Edhe ligji zgjedhor e përforcoi këtë dhe gjatë procesit zgjedhor, siç thash dhe më sipër, ai për të pasur, domethënë për të arritur dhe për të pasur një parlament të kontrolluar, i duheshin punoj në dy drejtime. Rekomandoi Ministrinë e Punëve të Brendshme të hartonte lista me deputet të qeverisë në të gjitha dhe të shpërndajë të gjitha prefekturave. Dhe tjetër të kontrollonte procesin zgjedhor. Në këto zgjedhje janë të dokumentuara qarkoret e shumta të shpërndara, ku i kërkoi prefekturave të merrnin masa të rrepta dhe të investoheshin plotësisht në kontrollin ndaj procesit. Në garë merr pjesë lista e qeverisë dhe balltyre kandidatë të pavarur që në mas dërmuese ishin mbështetës të pushtetit. Kjo ishte një formë për të legjitimuar të gjithë procesin zgjedhor në sytë e fuqive të mëdha.
bile kishte informacione, domethënë ka dokumente, që Cenobeu Kryuziu i bën thirrje, domethënë në prag të procesit zgjedhor, i bën thirrje prefekturës së Dibrës që të mobilizon të gjitha forcat dhe të përdorin të gjitha metodat që ishin përdorur në zgjedhjet e mëparshme për të nxjerrur fitues kandidatët e qeverisë, e listave qeveritare. Në këtë kuadër, Fiqridine, komandant i forcave të armatosura të qendrës, i kërkon në prefektit të Dibrës shtimin e emrave në listat e votuesve, ashtu siç ishin bërë në vitin 1923. Pavarësisht se lista e të pavarurve ishte miratuar nga vetë qeveria, asnjë prej tyre nuk duhet të fitonte. E në këtë pikë, dokumenta tregojnë se është përdorur edhe dhuna e parat, sidomos në zonat rurale. Por, përveç kësaj, domethënë, gjatë zhvillimit të zgjedhjeve, u përdor edhe fondi fshet. Fondi fshet ishin parat, që viheshin në dispozicion të prefekturave, dhe veçanërisht të ato zona që ishin problematike në mënyrë për të ndikuar, për të korruptuar zgjedhësit e dytë, si dhe për të blerë votat, ose për të korruptuar komisionet e numërimit votave. Dhe me sa e njohun atë periudhë, dhe me sa kemi lexuar sidomos nga dy burime kryesore, nga analizat e gazetarëve të vendeve të tjera, sidomos Itali, Francë, edhe Angli, por edhe nga burimet e raportimeve konsullore në Shqipëri, nuk ka ndodhur ndonjëherë që ndonjë deputet i pavarur të zgjidhej nga zgjedhësit si deputet. Kështu që përgjithsisht lista e antarëve të qeverisë konfirmohej. Në veprën Republika Shqiptare renditen një sër të dhënash të tjera, që lidhen me shpërndarjen e fondeve sekrete në mjaft zona të vendit, të cilat u përdorën për blerjen e votuesve apo komisioneve zgjedhore në vitin 1925. Me sa duket një ndërto, ka qenë edhe Gjirokastra, por edhe Shkodra, ku zgjedhjet raportohen të janë zhvilluar në kushtet e shtetërrethimit. Vëmendje theksuar ka patur në Korçë, Vlorë, Durrës e Pogradec, ndërsa pas përfundimit, ankimime për parregullsi ka patur nga zgjedhësit e Delvinës e kështu me radhë. Nga viti 1925 e mëtej, deri në pushtimin italian, nisi tjetër etapë. Ajo karakterizohet nga fitoret e thjeshta të pushtetit. Reformat zgjedhore mungojnë dhe numri i votuesve sa vjen e bie. Ka zona ku votohet më pak se 10%. Kjo tregon se në këtë periudhë nuk ka patur një garë të vërtet. Qoftë gjatë hapësirës kohore të Republikës nga 1925 në 1928, ashtu edhe gjatë monarkisë 1928-1939, gara ishte e komprometuar që në filles të saj. Parlamenti miratonte mekanikisht të gjitha ligjet apo buxhetet e propozuara, pa kundërshtuar asgjë. Sigurisht, u ndërmorën një sër iniciativash të dobishme ligjore, siç ishte Kodi Civil apo ai tregtar, por sa i takon reformave zgjedhore, hapjes apo lirisë politike, kjo nuk ekzistonte. Situata pra në periudhën nga 25-a deri në 39-ën është monokolor dhe nuancat janë vetëm brenda të njëjtës ngjyrë dhe qoftë si presidenti gjithëpushtetshëm, pra ishte një republikë parlamentare, qoftë si mbret, edhe pse ekzistonte një parlament, pra quhet një mbretëri konstitucionale, Ahmet Zogu i ka të gjitha meritat për hapat pozitive që u bën për stabilizimin e shtetit shqiptar, por mban dhe të gjitha përgjegjësitë për ato çfarë nuk shkuan mirë gjatë kësaj periudhe. Interesant janë disa dokumenta që tregojnë për shembull se si në vitin 1927, Ministria e Punëve të Brendshme, në bashkëpunim me prefektin e Gjirokastrës dhe deputetin e minoritetit, Llambi Papadopulli,
projektuan përmes mënyrave të ndryshme humbjen e kandidatit rival, Mitat Frashëri. Të dhëna të tilla janë të shumta në këtë periudhë, e siç mund të dallohet, nuk kanë kursyer as figurat e njohura me peshë të madhe për kohën. Pra, zgjedhjet u kthyen në formale, madje në kronikat e kohës, Albert Musset, francez, Gustavo Tralja, italian, ata në analizat e tyre e kanë shprehur qartë që nuk bëhej fjalë për zgjedhje si në vende të tjera. Nuk ishte manifeste, nuk ishte debate, nuk ishte konkurrencë, kishte vetëm qetësi. Kudo ishte qetësi. Dhe kjo ishte një përshtypjet e para që u formohej gjatë vëzhgimit vëzhguesve të huaj në përgjithësi. E gjithë pjesa e mëpasshme njihet pushtimi italian, ai gjerman dhe periudha e komunizmit, ndërsa zgjedhjet e para pluraliste janë ato të vitit 1991. Nga ai moment, kanë kaluar më se 3 dekada dhe problemet duket sikur përsërisin vetveten. Dhunë, presione, blerje votash, përplasje, debate, akuza, lista të ndryshuara, deputet që lënë mandatet e mjaft element të tjerë janë kthyer në bashkëudhëtar të historisë zgjedhore shqiptare. Historia është e bukur, por është edhe një mësuese shumë e mirë. Duhet lexuar mirë, me kujdes, sepse historia përsëritet. Ndoshta jo në të njëjtën mënyrë, por ngjashmëritë janë shpeshherë të frikshme. Edhe ngjashmëri që fatkeqësisht janë për keq, sepse edhe mund të ngjajmë në një moment të caktuar historik, por që janë dhe për keq. Edhe për keq është pastaj ajo është fatkeqësi mbarkombëtare, nuk ka të bëjë me individët. Historia është një mësues i mirë, por me sa duket prej saj, nuk kemi mësuar shumë, sepse gjithçka vijon na përsëritet njëjtë, edhe sot më shumë se 1 shekull nga zgjedhjet e para. Për Gjumë Shqiptare, Marin Mema.